E në tonë e njëta pyetje e Ramës, është njëta ide që ka marrëlindja... Parlamentet të më. Do dekorojnë parlament. Dekorata, Kneset. parlament. Këtë do dekorojnë? Babish. Do digun. Pra, i shërben Ramës dhe Shqipërisë, kjo? Shërben Ramës. Shiko, marrëdhënia me Izraelin shërben Shqipërisë, nuk mund të flasim për se si shërben marrëdhënia, sigurisht që shërben. Por vizita e Ramës është e panevojshme, nuk ka asnjë arsye që të bëhet. Tani, Ramën e kanë ftuar apo jo? Po, shiftuar. E shiftuar. Rama është shiftuar, por vizita është e panevojshme. Mund gjende 1000 arsye për të mos shkuar. Si gjeti si sot Marlindin, në qoftë se ka gjetur vërtet Si nuk ka shkuar Kurti me Vjosa Osmanin, si nuk ka shkuar të tjerë që janë shkuar aty, dhe si janë bërë bashkë aty Dodik me Edi Ramën, e kupton? Dhe të bësh sot të japësh Netanyahu të frymëmarrje ndërkombëtare, sado vendi i vogël të jesh, për mua është të rreshtohesh në anën e gabuar të historisë. Dhe Shqipëria nuk ka pse të rreshtohet në anën e gabuar të historisë. Nuk e kemi të luksne që të japim me kartën e një vendi musliman, një vendi që ka vrarë muslimanët në mënyrë dhe bëri genocid ndaj muslimanëve në mes të botës aty, i mbyllën në plazh 1,5 milion njerëz dhe i la pa bukë dhe i vrise si qend, që të japim ne që i vënd musliman, të themi që kishte drejt, japim të drejt morale, e kishte fajin Hamasi. Kjo për mua është përdorim personal i një amnistie që nuk mund të shkojnë mund askujt e për që kënë tillë Netanyahu. Marrëdhëniet tona me Izraelin prej vitesh janë marrëdhënie shumë të mira. Askush prej nesh nuk ka thënë pse i kemi të mira marrëdhëniet me Izraelin. Sepse Izraeli është Unë për shembull e kam kuptuar shumë mirë. Është një shteti me influencë ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Sidomos në Perëndim. Po kjo është frika e politikanëve pastaj. Kjo nuk ka asnjë problem të kesh marrëdhënie mira me Izraelin. Mos është ndoshta Epsteini aty apo? Problemi është që kur të ketë të bësh me një rast konkret të një kryeministri të cilën në Izrael nuk e do asnjëri. Në Izrael se duan e quajnë kriminal. Dhe jashtë Izraelit e quajnë kriminal lufte. Ne nuk mund të jemi ata që shprajnë fytyrën një njeriu të tillë. Ai nuk ka lidhje me Izraelin, nuk është qëndrimi ndaj Netanyahut, qëndrimi ndaj Izraelit. Kjo duhet ndarë. Qëndrimi ndaj Netanyahut është qëndrimi, si të thuash që qëndrimi ndaj Miloševićit është qëndrimi ndaj Serbisë. Jo, nuk është ai qëndrimi. Sepse Serbia ka ndryshuar shumë pas Miloševićit e aleancat u rikthyen. Jo aq shumë. Por, jo Serbia, marrëdhëniet e Serbisë me botën, jo Serbia vetë. Nuk ka marrëdhënie të dur, po që Por nuk shihet si një vend shovinist që bënte vetëm krime lufte, që bënte vetëm lufta dhe krime lufte. Sot është problemi te Netanyahu dhe ne nuk jam kundër kësaj që bëri zoti Rama, jo se vati në Izrael dhe mori ca pikë, se ça pikë do marrë. Po, mund të shkojë fjala deri te Trumpi që të thotë ai bravo i qoftë, dhe kaq, s'është punë pikë ashtu. Tu është në arenën ndërkombëtare, ne shikojmë një kryeministër që pajson një vend musliman dhe shkon puthet me një vrasës, me një genocidist të shpallur nga gjykata kombëtare e Hagës, si i tillë, në është kërkim. Po është dhe pak kjo e në tonë që është në Hagë, politika, me servizmin e vetë ka marrë vendime. Dakor, prezumon për në kërkim, shpallur. Unë takoj, si kundër se ndodhë me gjithë ne, unë takoj shumë elit, një sekundë, jashtë Shqipërisë. Se kjo është imazhi i Shqipërisë. Unë jo them atyre një sekundë. Imazhi kështu kompromentohet. Po pra. Pra Shqipëria është takoj shumë izraelit dhe ju them që ne jemi miq. Dhe ata më thonë mua jemi miq, po asnjëri nuk e di pse jemi miq. E kupton? Jemi miqit e mund, kudo ku takohemi. Në shumë vende dhe ata më thonë, po asnjëri nga ne e ndjej që dhe ata nuk e dinë pse jemi. Edhe unë nuk e di. Po pra. Po është politika. Këtë të luftës dytë botërore, kjo është si bazë e atë gjithë kultë ta bënte. Jo, është pozitive që është. Ne i mbajmë. I mbajmë viktimë. Po pra po. Ne kemi mbajtur italianët, ranë italianët. Ranë italianët ne i strehuam. Ranë italianët ne i strehuam, ata ishin që në sulmone. Ishin pushtues në atë. Po rrezikun më të madh e kishim duke mbajtur ebrejt apo jo? Ai ishte rrezik. Rreziku më i madh ishte duke mbajtur ebrejt në shtëpi. Sepse ishin gjermanët që po vinë, gjermanët nuk bënë. Gjermanët kaluan këtu burr tani pse flet kështu. Aq pak sa qishin. Dakor, ka ndonjë gjerman aty në Gjermani. E kërkuan listën ata. S'kamen me një hebre në shtëpi, rrezikoje jetën. Ndërkohë që Kroacia me Ante Pavlić i dorëzonte hebrejt.
Dhe Gjermanët dhe Armeninë dinin e atërë. Me ustashët i personin e një akt tjerë zakonisht i rëndësishëm të historikër, nuk diskutohet fare. Dhe shumë i kemi bërë, dhe shumë i kemi ushqyë një marrëdhënie të mirë me Izrael, dhe shumë i që kemi. Problemi është që me Netanyahu ne nuk duhet ta kishim të marrëdhënie pas asaj që bëri në Gaza tani. Falë, tani Ky është problemi. Tani dhe Rama nuk kishte ku vinte se tani Netanyahu është aty. Të refuzonte. Edhe ai s'kishin atë ambante, të refuzonte po. Po t'ishte vetëm Po t'ishte vetëm Izraeli, edhe mund ta bënte këtë. Po lobi hebre qeverisë gjithë botën, qeverisë dhe Amerikën, qeverisë edhe sistemi financiar ndërkombëtar. Po ne se dim marrëdhënia e Netanyahu as me lobin hebre, sepse Netanyahu në qoftë do të është pengesë, por edhe për lobin ka dëmtuar më shumë se lobin hebre. Kur imazhin e Izraelit. Në qoftë se ai do takonte vetëm Netanyahu, vlen të kryer shpëtim. Por Trumpi e takoi. Si ftuar special Netanyahu vajti. Ai ishte ftuar në konferencë që është nesër. Do të nesër, por dje dhe sot ishte ftuar special Netanyahu takoi. Ishte gjithë personave, ishte gjithë. Netanyahu e prezantoi si mikun e vet personal. Ai tha, ky se tha, po ti mbash mend gjitha çataj. Rama i tha vetëm i dashur Bibi dhe i tha ti e fol si pesë tha. A mund të zgjatem këtu? Rama nuk i bëre as si kompliment atij. Ai i bëri. Dakor. Pra domethënë ai ishte në nevojë për ta përdorur metaforën. Nevojë kishte ajo, të dy nevojë kishin. Dhe ky për Trumpin. Ky prit edhe ai andej. Tani shiko, nevojë janë të gjithë politikanëve. Imagjino të arrisësh në një të pretendosh që nëpërmjet Izraelit kësaj vizite Rama po rrit kuotat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më duket jo. Po kushdo më ka vetuar. Jo, në moment i ul. Po duke vajtur atje të paktën i pak konstante. Vetëm i rrit. Por në momentin që ai ka çerit me Netanyahu. Që ai ka marrëdhënie të mira me dhëndrin. Kjo është prezantimi vetë. Por në ndërkombëtar, në rend ndërkombëtare për mua i uli edhe të tjerë të Shqipërisë. Historia do gjykojë. Do ta shohim. Historia, tashmë edhe tashmë patjetër. Do ta shohim. Po i ulur se nuk mund se historia thotë ti interesoj historia. Po që se u shkroi histori vërtet thotë se historia që shkruajmë ne. Ajo asnjëherë nuk e vërteton. Ne kemi pas gjithmonë vizitën në Izrael, kemi pas marrëdhënie shumë mirë në Izrael. Kush ka thënë pse? Po në këtë rast. Ky është rasti që s'duhet ndodhte. Ne se tani do fillojmë diskutojmë për ato marrëdhëniet ndër arabe. Ne harrojmë diçka që Izraeli, nëse nuk do të ishte heshtja apo bashkëpunimi apo blerja apo doni quheni vendeve arabe nuk do kishte bërë atë masakër. Po çka, kjo nuk e legjitimon masakrën. Jo, jam duke thënë që mos prit ti tani nga Shqipëria të bëj gjyqin moral të Izraelit. Në momentin kur ata që kanë përkatësi fetare, aftësi, vllazëri, se në kuptim palestinezët janë vëllezëra, a pjesë e një etnie më të madhe, mos prit nga Shqipëria e vogël që po dakord, më nuk po presim nga Shqipëria, neve po themi që ai ndërtosh paralele, mund të shkonte një moment dytë ku ndërtosh paralele me i akuzuar për krime lufte. Këtë po themi ne nuk po themi që duhet shkpusim lidhjet dhe marrëdhëniet me Izraelin edhe dalim sikon në Enver Hoxhës që ne solidarizohemi me popujt arab. Nuk po themi këtë. Jo, kjo është ajo. Shqipëria kërkon ekuilibrin shqiptare. Jo pra, sepse the vetë si e majt, dakord. Disbalanca jetë te pozicioni i majt. E majta flirton me ekstremizmin islamik. Po jo mor, po ta shpreh edhe një herë. Vendi ynë aleati kryesor. Vendi ynë aleati kryesor.